Presidenca e Republikës së Kosovës me anë të një postimi në faqen e tyre zyrtare ka bërë të ditur se dënon nash për gjuhën ku bëhet thirrje për pushkatim të presidentes së Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani. E gjithë ngjarja ka nisur kur antari i Partisë Guxo, Halil Geci, në një postim të publikuar para disa orësh, ka përshkruar si tradhti dekretin e presidentes Vjosa Osmani, të premton për ta shpërndar kuvendin, duke shkruar se nëse do të ndodhte kjo në Turqi, ajo do të pushkatohej. Mirë po i njëjti pas ca kohësh kishte fshirë fjalin kërcënuese. Në reagimin e presidencës, thuhet se presidentja Osmani nuk është vegël e askujt dhe as pjesë e fantazive konspirative për kinse tradhti. Ajo është presidenti i Republikës së Kosovës, e zgjedhur në mënyrë legjitime dhe që ushtron mandatin e saj mbi bazën e kushtetutës. Ata që sot flasin për tradhti dhe pushkatim dhe shtyjnë përpara shpifjet e konspiracionet, në fakt janë duke bërë thirrje për dhunë e vrasje politike. Kosova ka paguar shumë për lirinë e saj, që do toleroj sot gjuhë linquese ndaj institucioneve të saj. Thirrjet për pushkatim nuk janë retorik politike, por nxitje drejt për dhunë dhe krim. Kushdo që mendon se mund të frikësojë një presidente me shpifje apo kërcënime të tilla, thjesht po dëshmon se nuk e ka pranuar ende si jetojmë në Republikë Demokratike. Ndërkaq pas komunikatës së presidencës, ka pasuar edhe reagimi i Halil Gecit, i cili është shprehur se unë nuk kam kërcënuar askënd dhe as nuk kam nxitur dhunë. Kam shprehur vetëm një mendim kritik dhe qytetar mbi respektimin e kushtetutës dhe mbi përgjegjësinë e institucioneve publike.